Në qarkun e Gjirokastrës ka nisur pajisja me sinjalistikën përkatëse për një sër shtigjesh dhe destinacionesh turistike. Kjo nismë vjen edhe si një nevojë e viteve të fundit, pasi mungesa e sinjalistikës shpeshherë ka sjellë vështirësi orientimi dhe në disa raste edhe bllokime të vizitorëve në zona turistike. Ne kemi filluar që nga fshati i fundit, që fshati Kushovic, në zonën kufitare me Gregun, edhe kemi shtrirë deri në qytetin e Gjirokastrës, duke kaluar përmes Dropullit të sipërm, Dropullit të poshtëm, duke përfshirë dhe Lazaratin si destinacion turistik dhe përfundojmë në Gjirokastër. Kemi krijuar disa segmente të cilat janë pajisur me sinjalistikën përkatëse, jo plotësisht, por një pjesë e tyre. Jemi akoma duke punuar intensivisht, duke respektuar njëkohësisht edhe protokollin e sinjalistikës që ka përcaktuar vetë Ministria, si duhet jetë, dhe duke lidhur itinerarit së bashku me monumentet e trashëgimisë kulturore. Sinjalistika përfshin sinjalistikën nëpërmjet lyerjeve me bojë sipas udhëzimeve dhe pajisjen me tabela orientuese, distancat, emërtimet, destinacionet dhe kryqëzimet midis tyre. Ndërkohë, operatori i turizmit, Joan Dandili, thekson se orientimi i turistëve në zona realizohet në disa mënyra, përfshirë sinjalistikën në terren, harta orientuese dhe aplikacione digjitale që përdoren gjithnjë më shumë nga vizitorët. Itineraret ne pasi i regjistrojmë nëpërmjet pajisjeve GPS, i pasqyrojmë në harta topografike, ku më pas pasqyrojnë edhe në platforma të tjera që janë platforma më të njohura si Strava, Wikiloc e të tjerë. Janë platforma të cilët turistët e huaj kryesisht ata që merren me guida hiking, do kenë mundësinë të orientohen më mirë dhe të gjejnë ato që kërkojnë. Me vendosjen e sinjalistikës së re, pritet që turistët të kenë më të lehtë orientimin në shtigjet dhe destinacionet e qarkut të Gjirokastrës, duke e bërë përvojën e tyre më të sigurt dhe më të këndshme.